pushtuesit ato monumente, imagjinohen se sa papjekuri politike e madhe është kjo me pasoja afatgjatë dhe që unë e kam thënë edhe Kosova duhet me pas një emër Po që aty deshta mund të rritet teza jote që ka thonë Kosova është emër slava? Shiko, unë e kam bërë një vetëm më Google Map po të klikosh dhe gjen mbi 20 emra Kosovë në botën slave. Pra ka qytete, fshatra me emrin Kosovë. Kur ato i kanë dhe ne e kemi, kjo do të thotë që është vetëm te slavët, në asnjë vend tjetër. Atëherë pse duhet marrim një emër i cili ne nesër në hap probleme për shembull? Sepse nesër thotë serbi që unë atë e kam emrin ja dhe emri është kështu, shqiptarët kështu, siç e kanë ata, që shpikin 1000 gjëra. Atëherë, pse ti mos mash një emrin tënd kombëtar, historik, 3500 vjeçar, një nga emrat më të lavdishëm të historisë së njerëzimit dhe të historisë së Evropës, një emër që për cilët përulet e gjithë historiografia botërore deri në dhe, po të mbash një emër që ta ka imponu pushtuesi në një farë mënyrë, ne jemi shqiptarë, nuk ka rëndësi se Shqipëria ka qenë pjesë nga Epiri, nga Maqedonia, nga Dardania, ne kemi qenë pjesë e këtyre shteteve që kanë qenë shteti i lirë, pra ne kemi qenë një komb i madh, që kemi qenë ndarë në shumë shtete në antikitetin, në mesjet. Por kjo nuk do të thotë që ne duhet lëmë emrat tonë kombëtar. Dhe të majmë emrat e të tjerëve, që nesër vëm deri në pikë pyetje shumë gjëra të ekzistencës tonë kombëtare. Profesore që beson më shumë mitologjisë apo historisë? Do të kemi parasysh një gjë. Mitologjia është një formë fetare e tregimit historisë. Pra edhe po të marrim Biblën, Kuranin, ka element historik brenda. Që këtyre u duken mitologjik, por që nuk janë mitologjik, sepse nga ana historike ato janë të vërtetuara që kanë ndodhur realisht. Kështu që në një farë mënyrë mitologjia merr elementin historik dhe interpreton në formë fetare. Por nëse unë do të marr mitin dhe historinë, ngjarja është e njëjtë, vetëm se këtu tregohet nga ana fetare dhe këtu tregohet nga ana, marrim për shembull vetëm mitin, marrim për shembull një tek Herodoti. Gjen legjendën e rrëmbimit për shembull të vajzës së mbretit Pellaz këtë Argos në Peloponez, e cila tregohet në 3 mënyra. Tregohet nga burimet perse, tregohet nga burimet e Kartagjenës dhe tregohet nga mitologjia. Nga mitologjia e mori Zeusi. Ndërsa nga burimet perse dhe që e tregon Herodoti nga ana historike, kjo s'është e vërtet. Nuk e ka marrë Zeusi. Ai ora dashuri me një kapiten, Tanijes, mbeti shtatzan me ato që lindi një djalë dhe ato që janë dhe që është pikërisht nga kjo dinastia Pellazëve rritin dhe shumë mbretër në Egjipt, në Kadmi e të tjerë mbretër, dhe prandaj ka rëndësi, dhe Herodoti e tregon këtë sipas tregimeve të fenikasve, vajza ran dashuri vet. Sipas tregimeve të persëve, vajzën e rrëmbeu mbreti ai si thua guvernatori Anijes, që ishte nga Fenikia. Atëherë, shikon që e njëjta ngjarje tregohet mitologjikisht, dy historikisht. Dhe tregimi historik është